Tush aty të Manaj, situatë e rrezikshme mund t'jetë kjo. Manaj e komplikon shumë këtu. Vazhdon me gjitha të aksioni. Pozicioni është i rregullt. Manaj! Rast ideal aty Ajzeraj 1-0! Avancon drita, minuta 14. Rasti parë serioz. Dhe intelektualet në e përsi nuk ka mundur të bëj më të gjerim më të përsëritur se çka ndodhi. Goditja nga Manaj. Ndalet nga Gjamza, topi të buar. Arrin si një dhurat këtu për Ajzeraj. Arkimi nga Bejtullaj, tjetër situatë e rrezikshme mund tjetë kjo. Ajzeraj arkon dhe vazhdon rreziku, mundësia për goditje. Broja! 2-0! Super drita! 17 minuta! Gjilani në 2 gjunj! Eksplodon kjo tribuna me këta djelmosha të rinj, të cilët kanë ardhur të përkrajnë skuadrën e tyre të zemrës. Dhe më pas, goditja e fortë e Brojës, të cilën nuk arrin të ndalë. Kenan Haxhihamza, 2-0, 17 minuta lojë. Vetëm tusha gjithnjë. Manaj reagim katastrofi mbrojtjes dhe 3-0. Arb Manaj deklasot në 2 gjunj Gjilan. Këtu hapet Manaj, shikoni të ndëruar shikues. Pranimi i topit hutohet krejtësisht aty. Dyshja, Arago dhe Kushtrim Shabani, i cili nuk vazhdon të ndjek. Manaj në kë me goditje precize. Realizon për e përsine thell tani më 3-0. Skuadra e cila mund të luaj në Conference League edicioni dhe arshëm, jo! A është gol apo jo? A ishte offside? Jo! 4-0. Poker që në pjesën e parë. Dhe shka po ndodh kështu me Gjilanin, nuk po mund t'i besoj as syve. Ja, gjithë shka është regull. Por kjo për skuadrën e Ardianuit është e tepërt, nga se me të vërtet do t'jetë shumë e rëndë. Pauza prej 15